është higjiena mendore dhe kjo bëhet vetëm nëse ti të gjitha të stresin tënd mbi ngarkesën tënde e shkarkon tek një psikolog, i cili e ka profesionat. Madje nuk është çështja vetëm të flasësh, nuk është të bësh muhabet. Terapia është të japë ty dhe një drejtim si të menaxhosh stresin, se si ti je më tolerant ndaj stresit, se si ti je ndoshta më rezistent ndaj X situate që ty të mundon dhe duket sikur ti nuk po e menaxhon dot. Pra, shqiptarët janë afruar, por në të njëjtën kohë nuk e kuptojnë akoma rëndësinë. Mendja jonë, po të bëj një metaforë të thjeshtë, është si një tenxhere me presion. E ke parasysh tenxheria me presion ka një valvul që plas avulli? Ashtu. Kur ne kemi një situatë stresante, ai presioni brenda në tenxhere është i gjithë stresi, akumulimi, ankthi, mendimet e tepërta që janë në trurin ton. Nëse kjo tenxhere do kishte një valvul, do plaste. Kush është valvula? Mund të jetë një psikolog, mund të jetë një libër i bukur që ti lexon, mund të jetë një orë meditim, ose ke dëshirë të bësh hipnozën mjekësore. Pra, në ditën e sotme ka aq shumë metoda se si ti të pastrosh emocionet e tua, saqë të vjen keq kur shikon njerëz që nuk i përdorin këto mënyra. A e mjaftueshëm? Nëse i bën rregullisht, po. Natyrisht, duhet të jesh i rregullt, konstant dhe të mësosh të fokusohesh.